Filigrani është një punë e imët dhe e gjatë, ku çdo detaj kërkon kujdes të veçantë. Brezi i ri po e merr këtë trashëgimi në duar, duke e mbajtur gjallë një nga artet më të veçanta të qytetit. Si proces është i trashëguar nga nana, në familje, dhe baj një pjesë plotësuese edhe unë. Ky proces që jam të bëun, tashti është procesi i pikjes, masi bëhet procesi i mushjes, pra quhet pikja ose saldimi, ku njëni për aty në objekteve merr pak ujë që të marrin saldaturën ose atë pikjen, materialin që bën pikjen, edhe i hidhet saldatura ose materiali që bën pikjen, vendoset të pllaka, kështu në radhë me rrentan objektet e vogla që janë pra copat vogla. Atëherë mësanena është procesi që bëhet me flak, që është pikja. Normalisht duhet me bëjnë fije kujdes që mos djeget, pra mos të digjet materiali prej nxehtësisë madhe. Edhe normalisht pastaj hidhet pa prap në ujë që të ftohet, për me lanë rrallën procesi tjetër që është edhe procesi i pastrimit, që aktualisht nuk mund të demonstroj, por që vazhdon mësanena dhe me montimin, masi bëhet lamja, bëhet edhe montimi, verifikohen ato problemet që mundet me pas në i gjallë, kontrollohet edhe pastaj masi bëhet lamja, bëhet edhe montimi i produktit përfundimtar apo final. Pak a shumë kjo është një proces zinxhir, deri kur produkti bëhet gati edhe del pak a shumë në këtë formën që është, kalon disa procese. Vështirësi pa diskutim që janë kudo, por ashtu sikur se ka vështirësi, ka edhe disa anë pozitive që duhet me shfrytëzu ato anë që janë favorin tonë, simas rrethanave dhe simas mundësive.